Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. Edi Rama mban një fjalim historik nga sheshi Skënderbej, ku ftoi shqiptarët të kapërcejnë ndarjet politike dhe ta votojnë si kryeministrin e qeverisë që fut Shqipërinë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Rama tha se qeveria e tij ndjek profecinë e Skënderbeut dhe fatin e pandartë të Shqipërisë nga Europa, së cilës i përkasim prej 1000 vjeçarësh. Rama tha se po merr fund për çmimi i Europës dhe po nis respektin ndaj shqiptarëve si të barabartë me qytetarët e tjerë të Europës së Bashkuar. Në simbolikën e 12 yjeve në flamurin e Bashkimit Evropian dhe në ritmet e motiveve tradicionale shqiptare, socialistët hapën zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në mësuaj të vërtetë, që themi mirësheju jetë. Në fjalën e tij përpara mira mbështetësve, kryesocialisti Edi Rama kërkoi votat për të majtës dhe të djathtës për t'i dhënë shqiptarëve pasaportën europiane brenda 4 viteve të ardhshme. Një mundësie historike për Shqipërinë, që në vetëm 4 vjet mund të bëhet zonjë antare e familjes së Bashkuar Europiane. Kemi shansin historik që të hedhim hapin përfundimtar drejt bashkimit me Europën dhe ndarjes pa kthim me Azinë. Rama tha se Shqipëria është i vetmi vend në Ballkan që njësohet me ndjenjën e përkatësisë ndaj Europës. Ai u ndal tek figura e Skënderbeut për të shpjeguar se Shqipëria i përket kontinentit të vjetër. Shqipëria pati te Skënderbeu profetin e pavarësisë saj, heroin që mbolli farën e madhështisë dhe fateve të lume të kombit të tij. Bashkë nga malet u dëgjua në më shumë se 700 vite më parë zëri gjëmues i arbërorëve mbi shtrojën e kaltër të Adriatikut dhe të Mesdheut, duke i shpallur Europës se ata ishin pema e lashtë e kopshtit të saj dhe filizi gjithmonë i njom mes kombeve të saj të plakura. Nuk la pa projektuar as Shqipërinë 2030. Shqipëria 2030 do të jetë një Shqipëri e re. Një vend me një tjetër pozicion dhe një tjetër fuqi, si një shtet antar i një familje të madhe, lirish, të drejtash dhe mundësish që ne sot nuk i kemi akoma. Një koment Rama i kishte edhe për kundërshtarët politik. Po prioritet sipas Kënetës është kthimi i bufit për të tretën herë në krye të vendit. Pasi në 2 herët e mëparshme nuk e shkatroi dhe pastaj rënoi mjaftueshëm Shqipërinë. Ndërsa kënga që do të shoqërojë socialistët për gjatë kësaj fushate do të jetë bashk për një qëllim në Europë. Tubimi i socialistëve në sheshin Skënderbej kthehet në ftesën e shumicës për të marrë votën e shqiptarëve, jo për mandatin e 4, por për futjen në Bashkimin Evropian. Në simbolikën e 12 yjeve të Bashkimit Evropian, drejtuesit e 12 qarqeve premtuan se fitoria e socialistëve do të jetë në numra absolut. Fieri me 11 mandate, Durrësi me 9, Kuksi me 2 apo Gjirokastra me 4, socialistët kështu thonë se do të fitojnë mbi 80 mandate. Kryetari i partisë më të madhe të Shqipërisë, kryeministri. E kemi mirëqenien e qytetarëve. Prandaj jemi sigurt se ne do të fitojmë. Ne do të fitojmë përsëri. Qarku i Dibrës në këtë zgjedhje do të shndrohet si gjithë Shqipëria në një qark i cili do të votojë masivisht Partinë Socialiste. Pasi ne besojmë fort te kjo forcë politike, e cila ka shumë organizim, e cila ka shumë frym, por mbi të gjitha ka një lider i cili ato që premton e bën, fjalën e dhënë e mban. Dhe ai na ka premtuar gjithë ne socialistëve, progresistëve, gjithë shqiptarëve, që ne do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian brenda këtij mandati. Prandaj të votojmë masivisht Dibra dhe gjithë Shqipëria, Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Po kërkojmë një mandat 4. Mandati 4 ndoshta duket
si shumë. Për ata që hedhin çdo ditë baltë mbi ne. Po ky është mandati shqiptarëve. Ky është mandati i cili do të përmbush një marrëveshje që Edi Rama ka nënshkruar me popullin shqiptar në 2013. Për ta quar Shqipërinë një herë e mirë në Europë. Për t'i bërë shqiptarët antar të Bashkimit Evropian ashtu siç i takon. Shqiptarët që kanë lindur në mes të mesdheut, në zemër të Europës. Shqiptarët që janë më europian se kushdo tjetër. Dhe tashmë është koha që ata t'i bashkohen asaj tryeze, që është tryeza e tyre natyrale. Qarku i Fierit ka një objektiv, 10 mandate deputetësh për t'i ulur në sallën e parlamentit shqiptar. Nga Tropoja, Hasi, Kuksi, ka filluar edhe transformimi. Mbaj mend si e kisha parë Kuksin vite më parë. Qytetin brenda, balt, siç kanë qenë dhe lagjet e Tiranës. Shkova mbas disa vitesh Tropoj dhe nuk e njohta Tropojën. Madje mësova edhe në Viçidor ujësjellsin e kishte quar Edi Rama. Dhe do të përfundojmë garën të paktën me 9 deputet. Populli i Durrësit, i Krujës, Shijaku do të na besojë mandatin e 4 për të përmbushur misionin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për të çuar në vend amanetin atyre që në zonën tonë luftuan për një Shqipëri evropiane, me liri e të drejta të garantuara për të gjithë dhe për të dhënë të gjithë fëmijëve tanë pasaportën e qytetarëve të barabartë të Europës. 30 ditë vendimtare për të zbulosur një zgjedhje që ka nisur prej kohësh, që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian, që puna të mos ndalet, që progresi të bëhet i pathyeshëm. Tirana është shëmbëltyra e këtij transformimi. Fal vizionit dhe punës së Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Dhe vetëm Edi Rama dhe Partisë Socialiste ne mund t'i japim finishit vunën e antarësisë, pasaportën europiane. Këto zgjedhje janë dhe të Partisë Socialiste, janë të Partisë Socialiste, janë të Shqipërisë, janë të shqiptarëve me Edi Ramën. Fitore, fitore, fitore. Ne do sjellim 7 mandate nga Korça për fitoren e Partisë Socialiste. Fitore! Laçi Vita dhe Sali Berisha janë përplasur pa dashje me deklarata, ndërsa Partia Demokratike paraqiste programin e saj të shtunën pasdite. Laçi Vita tha se programi i Partisë Demokratike i ngjante atij të Donald Trump, por vetë Berisha më pas tha se programin e kishte bërë gati në vitin 2022, 2 vite para se Trump të zgjidhej president. Ky është lapsusi i dytë i Berishës, pas atij pak ditë më parë kur premtoi uljen e taksës mbi dividendin në 10%, ndërkohë që qeveria socialiste e ka ulur në 8% që në vitin 2021. Një ditë pas hapjes së fushatës, Partia Demokratike shpalosi programin elektoral në një tubim që u mbajt në Pallatin e Kongreseve pas ditën e kësaj të shtunë. Pas një klipi që shfaqte Berishën si trumpist dhe Ramon si sorosist, në skenë u ngjit Laçi Vita. Ai tha se programi i demokratëve është i ngjashëm me atë të presidentëve Reagan dhe Trump. But we have Dr. Berisha, a real friend to Albanian families. Kemi Dr. Berishën, një mik të vërtet për familjet shqiptare. Ai ka një program të vërtet për të ulur koston e jetesës për familjet shqiptare dhe një plan të mirëfillt konservator, ashtu si presidenti Ronald Reagan dhe Donald Trump. Por kryedemokrati Sali Berisha tha se programin e ka bërë vetë 3 vite më parë. Ai foli për minimumin jetik 200 euro dhe premtoi se nëse vjen në pushtet, pas 100 ditësh të qeverisjes së tij, nuk do të ketë më të varfër. Ky projekt që prezantojmë ne sot nuk ka dal nga hiçi. As nuk e kopjuam Gjikundi, as nuk u hartua në 3 muaj. Sa për fushat elektorale, jo dhe jo. Por janë dashur 3 vitet plota
për të hartuar projekte Shqipërisë madhështore, do kenë 200 euro minimum jetik. 100 ditë të para. Në Shqipëri përjashtohet varfëri ekstreme. Asnjë shqiptar nuk mund të jetë më në varfëri ekstreme. Nuk harroi të shigjetonte as kundërshtarët e tij, të cilët i akuzon se i kanë kopjuar programin. Një projekt aq i mirë sa dhe Partia Socialiste, që qeverisi 12 vjet për mashtrim e vjedhje, u kthye, ta vlerësoi, ta vjedh dhe ta kopjoi. Ndonë se kundërshtar politik Edi Rama e pranoi se nuk ka projekt, apo më mirë të themi, projekti i tij është vetëm dora për të vjedhur. Po miqtë e mi, kopja mbetet kopje shëmtuar. Mirë, do flasim për të tjera zhvillime. Ka marrë një tjetër jetë gjykimi një 50 vjeçari shqiptar në Greqi, akuzuar për vrasjen e kunatit të tij për nderin e vajzës. Një vit pas ngjarjes, 19 vjeçaria pranoi në gjyq se kishte falsifikuar mesazhet në telefon me të cilat bindi të atin për ngacmimin nga daja. Ndryshimi i dëshmisë së vajzës si jep një tjetër jetë hetimi duke nxjerr të pafajshëm viktimën 33 vjeçar që u vra nga babai i vajzës. Mirë, më shkohet me mua në program nëpërmjet një komunikimi të drejt për drejt gazetari i njohur Flogert Muça. Flogert, mirëmbrëma, është kënaqësi t'ju kem drejt për drejt në ora e fundit. Mirëmbrëma, kënaqësia ime. Flogert, konsulenti amerikan Laçi Vita e ka konsideruar programin e Berishës të ngjashëm me programin e Donald Trump, por ama dikush do të pyese, por vetë Berisha a ka integritetin e një presidenti amerikan, apo nga ana tjetër, Flamur Noka, a i ngjason me Ronald Reagan? Dëgjoj, ai është në drejtën e tij të thotë ato që ka thënë. Ai është këshilltar, ai është ekspert, ai jep një shërbim. Shërbimin me sa duket e ka dhënë shablon sepse të tillë ja kanë kërkuar këta në Tiranë. Sepse unë nuk mendoj se Laçi Vita mund të jetë lavatriçe që mund të lajë dhe mund të nxjerrë të tharë dhe të hekurosur një politikan të ri, i cili ne e njohim, ka 32 vjet, i cili nuk ndryshon as gjuhë, as narrativ, as akuza, as agresivitet, as gjë fare, që është Sali Berisha pranë këtë rast. Në këtë kuptim, sigurisht që Flamuri mund të jetë Ronald Reagan, sepse të tilla ai mund ta shohë veten. Por problemi është sa shqiptarët e shohin Flamurin si Reagan dhe doktorin si Trump. Por ama Flogert, dikush do thoshte se si mund të besohet Laçi Vita, pavarësisht se ai ka mbështetur në fushatën elektorale presidentin amerikan Donald Trump, kur thotë se Berisha mendon për familjet shqiptare, ku në fakt në qeverisin e tij ka ndodhur piramidat, ku familjet shqiptare humbën gjithçka kishin, u hapën depot e armëve në 97-ën, pasojat e të cilave ndoshta vazhdojnë edhe sot. Në Gërdec, familjet shqiptare u masakruan, ndërsa në 21 janar 4 të pafajshëm u vranë në bulevard, fëmijët e të cilëve kanë mbetur jetim, dhe aq më tepër është pikërisht shteti i tij, i cili e ka shpallur non grata familjarisht si njeriu më të korruptuar Berishën. Dëgjoj, Emiliano, që të kuptohemi. Zotria në fjalë ka thënë ato që i ka thënë doktorit thot për të. Më kupton? Pra, ai nuk e njeh fare Sali Berishën. Atit i kanë thënë zotri, sa kushton që ne të përdorim emrin tënd që ke punuar edhe për presidentin e SBA-ve? Dhe ai ka dhënë një çmim. Këta i kanë dhënë parat dhe mandej i kanë thënë tani ti je instrumenti ynë për fushatën. Dhe po ndodh vetëm kaq. Pra, Laçi Vita nuk është në këtë rast strategu që po e njeh doktorin në themel dhe po përpiqet t'ju japë shqiptarëve një model të mirë të doktorit apo diun se çfarë. Laçi Vita është kanali nga i cili doktori po tenton të komunikojë me shqiptarët. Pra në qoftë se deri dje nxirrte Flamurin, Belindin, tjetrin, sot doktori mendon se duke nxjerrë një kanal të ri komunikimi që është
një Amerikan që ka paguar, shqiptarët do ta besojnë. Pra është një përpjekje e dëshpëruar një mënyrë, por e mirë kuptueshme nga ana e doktorit, i cili tenton të bëjë atë që çdo njeri në hall do bënte. Kështu që mirë kuptojeni dhe mos e ngacmoni kaq. Po në Floger, sigurisht në rrjedhën e kësaj logjike që ti po thua, kush po e gënjen Laçevitën? Apo Laçevita po mundohet të gënjej shqiptarët përpara? Laçevita është i gënjur dhe nuk i intereson fare nëse është apo jo i gënjur. Ai është vënë në shërbim, ai është paguar, ai është në shërbim të doktorit. Çfarë do gjëje që i thot doktori që ai duhet përsërisi më pas, ai thjesht e bën. Jo, dakord, është në shërbim të doktorit, po është duke gënjur shqiptarët? Nuk po i gënjen Laçevita. Ai është i gënjur për vete. Domethënë, ai do thoshte I don't care. Domethënë, madje nuk më plas fare do thoshte ai, nëse po i gënjej apo jo shqiptarët. Unë jam duke bërë thjesht punën time. Më kanë thënë të them këtë, po dal të them këtë. Kaq e thjesht është. S'kemi pse. Laçevita në këtë rast është një lavatriçe, se i përshtatet pak dhe emri, që doktori po tenton të futet brenda, të lahet, të pastrohet, të dezinfektohet dhe të dalë përpara audiencës dhe përpara klientëve si një produkt i ri. Problemi është që ne kemi një shprehje tjetër popullore që thot plaka nuse nuk bëhet dot më. Në kuptimin politik fjalës, sa do të marrë lavatriçën nga Amerika apo nga Kina, Ju Floger e konsideroni lavatriçe, ndërsa kryeministri Rama sot e ka quajtur Latifi Berishës, si i forti i lagjes, si ka ardhur të ndihmoj atë. Dakor, Rama e ka luksin tani, sepse po të krahasosh simbolikat, shet diçka që Rama e ka në favor. Pra, sot, ndërkohë që kishe Sali Berishën i cili ishte me Flamurin, me Albanën, me Lucianun e mëse thash, nga ana tjetër Edi Rama ishte ulur krah kandidates më të re të Partisë Socialiste, që është nga Babroj, Kesi Elezi, dhe në krahun tjetër kishte Edlira Dyrmishin, që është një psikologe myslimane predikuese e kështu me radhë. Pra, çfarë ju jep të kuptoj Rama shqiptarëve është që ne jemi e reja që po lind dhe që do vazhdoj të shkojmë drejt Shqipërisë 2030 dhe çfarë në imazhe në komunikim. Çfarë ju jep doktori është që ne jemi skuadra e vetme që mund të ketë Partia Demokratike që nga 2005 për të qeverisur vendin. Kam edhe një pyetje të fundit për ty në 2 minuta kohë nëse ti mundesh ti përgjigjesh. Pavarësisht ardhjes së Laçevitës në Tiranë pas fushatës, ai le të themi do iki dhe Berishës do i mbetet Vangjeli apo Muli. Dikush do pyeste me këta do arriti ti vërë në funksion premtimet? Doktori që kur ka ndërtuar listën miku im, nuk ka menduar që të qeverisë apo të krijoj nesër një vizion të ri për Shqipërinë. Ai është i qartë. Ai ka marrë Laçevitan për të bërë pastrimin e tij sa të mundet që të mbetet opozita e vetme ose opozita e parë përballë Edi Ramës dhe të jetë një fuqi eksponenciale që ta ketë si kapital për të mbrojtur nesër dhe për të bërë betejat e tij kundrejt Spakut, kundrejt kujtdo apo cilit do që do e ketë përballë. Në këtë kuptim nuk duhet ta shohim doktorin si një kandidat për kryeministër. Ai e thot vetë që nuk është kandidat për kryeministër, që kur na nxjerr Laçevitan si kandidat për kryeministër me pasaportë amerikane. Pra, Flamuri dhe ai Vangjeli që thua ti, nuk janë gjë tjetër veç se njëri ushtari bindur i doktorit që do bëj luftën e tij nesër, dhe tjetri është një personazh i cili mund t'i japi disa vota nga qarqet pro-greke doktorit për të maksimizuar mandatet aq sa mund t'i maksimizojë doktori. Pra, ne po ti thua disa gjëra që as doktori vet nuk po i pretendon. Nuk
jemi larg asaj dite. Doktori është i qartë, po të kishte pasur mendje doktori që të ndërtonte një vizion të ri, një ekip të ri, një qeveri të re, një vizion të ri për shqiptarët, do kishim një skuadër tjetër aty, nuk do kishim ata që janë që nga 2005 të pak. Pra, ai ka qenë më i qartë se ç'mund të imagjinonim. Flogert Muça, ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje në ora e fundit. Deri ty. Këtu ndërkohë kemi ardhur dhe në fund të këtij programi, sigurisht që abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.